Kryetar bashkisht dhe përfaqësues të lartë të pushtetit vendor nga Portugalia, Spanja dhe Italia zhvilluan një vizitë zyrtare në qytetin bregdetar të Vlorës në kuadër të programit evropian të shkëmbimit institucional dhe kulturor Uniting Roots. Delegacionet u pritën zyrtarisht në ambientet e Bashkisë së Vlorës nga kryebashkiakja Brunilda Mersini, e cila i përshëndeti vizitorët duke theksuar rëndësinë e këtyre partneriteteve ndërkufitare në çuarjen përpara të projekteve zhvillimore dhe në rritjen e bashkëpunimit mes qyteteve europiane. Në fjalën e saj përshëndetëse, Mersini nënvizoi se Vlora, si një nga qytetet me ritmet më të shpejta të zhvillimit në Shqipëri, është e hapur për bashkëpunime, ide inovative dhe projekte të përbashkëta, sidomos në fushën e turizmit të qëndrueshëm, mbrojtjes së mjedisit, transformimit urban dhe promovimit të trashëgimisë kulturore. Kryebashkiakja u shpreh se përvoja e vendeve të tjera europiane është e vyer për zhvillimin e mëtejshëm të qytetit dhe se shkëmbime të tilla shërbejnë si ura komunikimi dhe integrimi. Gjatë diskutimeve u paraqitën studime, projekte të suksesshme nga qytetet ndryshme europiane dhe u shkëmbyen ide të reja që synojnë krijimin e zgjidhjeve të përbashkëta. Delegacionet u njohën nga afër me disa prej pikave më të rrëqëse të Vlorës. Përmes projektit që bashkon rrugët, Vlorës jepet mundësia të pozicionohet më fort në artën e bashkëpunimeve europiane, duke krijuar kontakte të reja dhe duke marrë pjesë në projekte të përbashkëta që synojnë zhvillimin e inovacionit, kulturës dhe turizmit. Pjesëmarrësit nga vende të ndryshme europiane vlerësuan mikpritjen e qytetit dhe potencialin e madh që ka Vlora për të bërë një qendër e rëndësishme bashkëpunimit ndërkombëtar në mesdhe. Në përfundim të vizitës, përfaqësuesit e bashkive pjesëmarrëse shprehen vullnetin për të thelluar partneritetin dhe për të zhvilluar projekte të përbashkëta për të ardhmen. Sipas tyre, takimet të tilla nuk shërbejnë vetëm për të shkëmbyer praktika të mira, por edhe për të krijuar një platformë të qëndrueshme bashkëpunimi që ndihmon komunitetet lokale të përfitojnë nga zhvillimet europiane. Në thelb, kjo vizitë theksoi edhe një rëndësinë e lidhjes mes kulturës, natyrës dhe politikave të zhvillimit të qëndrueshëm, tre shtylla të cilat sipas të gjithë pjesëmarrësve përfaqësojnë bazën e progresit drejt një Europe më të integruar dhe më të ndjeshme ndaj mjedisit. Bashkia e Vlorës konfirmoi gatishmërinë për të mirëpritur nisma të tjera të ngjashme dhe për të vijuar rrugën e bashkëpunimit aktiv me partnerët ndërkombëtar.